نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Me emrin Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Falenderimet dhe lavdrimet I takojnë Zotit të botrave, Allahu Gjelleshanuhu. Salavatet dhe selamet qofshin mbi të dërguarin ton, mbi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi ve sellem, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi ata të cilat e ndjekin rrugën e tij. Të nderuar shikues, të gjithëve ju përshëndesi me përshëndetjen islame, me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Njohja e emrave të Allahu Gjelleshanuhu na afron ka dashuria ndaj krijuesit ton. Ne njerëzit kemi nevojë për Allahun Gjelleshanuhu dhe Allahu Gjelleshanuhu në Kur'anin Adhimushan na shpjegon për emrat të bukura. Sot, emrat e bukura të Allahut Gjelleshanuhu janë emrat të cilat na ofrojnë dashurinë ndaj Allahut Dhul Gjelal. Ne sot do dalim në një rrugëtim me emrin Allahut Gjelleshanuhu Al-Ahad, e cili është një emër prej emrave të Allahut Dhul Gjelal. Emri Al-Ahad në kuptimin gjuhësor do të thotë një I vetëm dhe I pashoq. Ne besojmë Allahun Gjelleshanuhu se është një dhe I vetëm. Allahu Gjelleshanuhu në surën Araf ajetin 180 thot kështu: Estaizu billahi bismillah, falillahi l-esmaul husna fad'uhu biha. Unë I kam emrat më të mirë dhe lutuni mua me emrat më të mirë. Thirrja në vete përfshin adhurim, dua, lutje dhe kërkesë. Allahu Gjelleshanuhu në surën Taha ajeti 8 thot kështu: Allahu la ilaha illa hu lahul esmaul husna. Ai është Allahu një, përveç Tij nuk ka zot tjetër. Emrat më të bukura janë emrat e Allahut Dhul Gjelal. Njohja e emrit Al-Ahad është një prej njohurive e çdo gjëje se Allahu Gjelleshanuhu është një dhe I vetëm. Dietari I njohur Ibn al-Gjavzije thot se Allahu Gjelleshanuhu është një në krijimin e saj, ndërsa dietari Imam Adham Abu Hanifja thot që me emrin Al-Ahad, me emrin Allahu Gjelleshanuhu Al-Ahad, nuk e kuptojmë ne numrimin e Allahu Gjelleshanuhu me një, por këtu është njësia e Allahu Gjelleshanuhu. Allahu Gjelleshanuhu është një në cilësitë e Tij. Allahu Gjelleshanuhu është një në veprat e Saj. Për këtë arsye ne duhet që ta njohim Allahun Gjelleshanuhu dhe me një njohuri të thellë të besojmë Allahun Gjelleshanuhu. Në Kur'anin Kerim e kemi surën Al-Ihlas, Allahu Gjelleshanuhu e përmend emrin Al-Ahad. Sot Allahu Gjelleshanuhu Muhammedit alayhi salam: Qul huwallahu ahad. Sot thuaj Allahu është një I vetëm, në cilësitë e Tij, në veprat e Tij. Ne besojmë në Allahun Gjelleshanuhu dhe ne duhet veprojmë sipas rregullave të Allahut Gjelleshanuhu. Këtu e kemi edhe tauhidin uluhije dhe rububije që na mëson se ta dim që Allahu Gjelleshanuhu është një dhe njëshmëri. Erdhën te Muhamedi alayhi salam dhe e pyetën, na tregu politeistët e pyetën se na trego se kush është Zoti yt që na thret në Zotin tënd. Atëherë zbrit ajeti kuranor: Qul huwallahu ahad, thuaj se Allahu Gjelleshanuhu është një. Ne besojmë Allahun Gjelleshanuhu dhe ne adhurojmë Allahun Gjelleshanuhu. Allahu Gjelleshanuhu është një,
në cilësitë e tij, në veprat e tij. Allahu xhaleshanu na mundësof që të jemi prej atyreve të cilat adhurojnë Allahun xhaleshanuhu me këtë cilësi, sepse Allahu xhaleshanu thot: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun", unë njerëzit dhe gjinët nuk i kam krijuar për diçka tjetër vetëm që të na adhurojnë mua. Ne me këtë adhurim e arrim edhe kënaqësinë e Allahut xhaleshanuhu dhe e tregojmë njëshmërinë e Allahut xhaleshanuhu. Për të kuptuar më mirë domethënien e emrit El Ahad, i kemi shumë shembull në univers. Gjethet janë të njëjta, por secila dallon nga karakteristikat e tyre. Edhe kjo tregon njëshmërinë e Allahut xhaleshanuhu. Në botë nuk mund ta gjejmë një njeri i njëjtë me njerin tjetër, kanë ngjashmëri. Edhe kjo është një shenje për ta kuptuar domethënien e njëshmërisë së Allahut xhaleshanuhu. E lutim Allahun xhaleshanuhu që mos na e merr ezanin prej minaret tona, mos na e merr Kur'anin nga duart tona. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.